Edhe kafshët shtëpiake, ashtu si njerëzit, kanë nevojë për kontrolle shëndetësore të rregullta. Mjeku veteriner Sokol Malaj tregon se analizat periodike janë thelbësore për të mbajtur kafshët të shëndetshme. Kafshët është e mira që të bëjmë kontrollet e tyre periodike. Analizat janë shumë të rëndësishme se ndihmojnë në diagnostikimin e hershëm, i cili sjell në parandalim të shumë problematikave të organizmit kafshëve. Qenë dhe macet kanë nevojë për kontrolle të rregullta gjatë vitit sipas moshës dhe gjendjes së tyre. Analizat duhet të kenë një ecuri le të themi të rregullt në qenë dhe në mace. Në rastet se shëndeti i kafshës është mirë, ato një herë në vit janë mjaftueshëm kur bëhet fjalë sidomos për kafshët që nuk e kanë arritur akoma moshën e tyre madhore, pra po flasim mbi 8 vjeç. Kur ato kalojnë mbi 8 vjeç, atëherë do ishte e mira një herë në 6 muaj. Gjithmonë bëhet fjalë për kontrollet rutinë dhe analizat, sepse pa diskutim janë dhe trajtimet e tjera parandaluese, siç janë antiparazitarët që bëhen më shpesh se kaq, por po flasim për analizat dhe kontrollet rutinë. Analizat periodike ndihmojnë në zbulimin e hershëm të disa sëmundjeve dhe ruajtjen e shëndetit të tyre. Kontrollet periodike në të cilat përfshihen edhe kontrollet fizike të kafshës, ato janë mund të zbulohen edhe problematikat e lehta, po flas trajtimet parazitare, problemet parazitare, problemet mikotike që janë gjëra të lehta. Kurse nëpërmjet analizave periodike zbulohen sëmundje, kryesisht sëmundjet e gjakut, të cilat prekin organe të ndryshme, bëhet fjalë për sëmundje të veshkave, sëmundje të mëqyesë, ndonjëherë sëmundje të zemrës, pra pothuajse të gjithë analizat ndihmojnë në diagnostikimin e hershëm të tyre. Kontrollet periodike nuk janë vetëm kujdes për kafshët, por edhe siguri për familjet që jetojnë me to, duke mundësuar kështu një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme.